Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në vazhdimsi të sirës dhe historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam, kemi thënë se do të shpjegojmë shkurtimisht se si ka rrjedh puna e udhëheqjes së muslimanëve dhe udhëhecave të muslimanëve pas pejgamberit alayhi salatu wasallam, normal për një kohë të shkurtë, sepse për ndryshe për me fol për historinë e udhëhecave musliman na duhen 2-3 vjet dhe më shumë. Dhe ndersin e kaluar kemi përmendur që Abu Bekri radhiyallahu anhu ka udhëhequr shtetin islam për 2 vjet e 3 muaj e 10 ditë. Edhe ka vdek në moshën gjatë të 3 vjeçare, sikurse pejgamberi alayhi salatu wasalam është quajt halife, që do të thotë zëvendës. Çfarë zëvendësi? Zëvendës i pejgamberit alayhi salatu wasalam në pushtet, në administrimin e muslimanëve edhe çështjeve të muslimanëve, që është udhëheqësi kryesor, lideri suprem ose imami i muslimanëve, ose kryetari, ose halifja, ose sultani, pastaj janë quajtur me këta emra. Ndërsa kur i afrohet vdekja Abu Bekrit radhiyallahu anhu, ai ka dertin e muslimanëve. Sepse sa ishte gjallë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai kishte dertin kryesor qysh me e i nejt gati pejgamberit, qysh me i shërby pejgamberit edhe qysh me bot kënaqur pejgamberin e Allahut. Tash vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam, derti kryesor i tij qysh është? Cili është qysh me lën ummetin e Muhammedit alayhi salatu wasalam në çat formë që i dërguari i Allahut më kanë kënaqur. Edhe po e ka dert këto, se mas vdekjes ti në dorë të kujt po mbet. Kush po i udhëheq musliman? Qysh kanë me vazhdu punët e tyre, çka me vazhdu islami i tyre, fetaria e tyre, organizimi, menaxhimi, shteti e kështu me radhë. Edhe kur Abu Bekri radhiyallahu anhu, kemi thonë që 2-3 ditë ka kaluar smundje, smundjen e vdekjes për cilës ka vdek, kur smurët edhe e shef që nuk ka shërim, jam mërmendja, se tash mshehtën e din vetëm Allahu, e thirr Abdurrahman ibn Auf. Edhe i thot Abdurrahman ibn Aufit, çka mendon për Omerin? Fillon konsultimet e parë tash. Çka mendon për Omerin? Edhe Abdurrahman ibn Auf i thot, vallahi thot, unë mendoj që Omeri është edhe më i mirë se sa që mundesh me vlerësu ti. Mirë, po e din ti që pak i ashpër. Thot Abu Bekri tash, po diskutojnë, po konsultohet me Abdurrahman ibn Aufin. Po i thot çole, Omeri kon i ashpër, se unë jam kon i butë shumë. E tash unë i butë, Omeri i ashpër, i na kombinu diqysh. Thot bele Abu Bekri. Thot nëse jam kon i ashpër me dikan, edhe i kon fol ashpër ose jam sjell ashpër, Omeri karshitina ka tregu butësi. Interesant. Nëse jam kon i butë me dikan, Omeri që aty ka tregu ashpërsinë, që do thotë se Omeri është kon i ashpër, po kon në kontroll e ka pas ashpërsinë. Edhe ka përdorur me vend. Vahan pikërisht çuçi ka përshkruar Abu Bekri. Abu Bekri i butë, u sill butë me dikanin, Omeri pak më ashpër që më ia mojë fal ballancimi, mos më ia bokret rrafsh. Mirë. Abu Bekri i ashpër me dikanin, Omeri më i butë, prap me mojë ballancimin. Edhe kështu këtë konsulte e murë për Abdurrahman ibn Auf. Mirë, pse Abdurrahman ibn Aufin po e vet? Pse s'pe vet dikën tjetër? Çka mërmendje? Se tash do të shohim që Abu Bekri gjatë këtyre 3 ditëve sa konsultat e sa muhabetit i bën. Abdurrahman ibn Aufi, të nderuar vëllezër, është për të përgëzuar me xhenet, por është njëri i xhenetit. Thonë nuk ka matematika të dënjos që ja prishin matematikat e tina. Thonë s'ka interese të dënjos njëri. Edhe përderisa është kështu, Abu Bekri po konsultohet me to. Se fjalët edhe konsultat që dalin prej tij tash, janë konsultat që s'ka kurfar pazare dënjos të. As të udhëheqësisë, as të udhëheqjes, as të pozita, s'ka, për arsye se Abdurrahman ibn Aufi ka fituar diçka që është më e madhe, e që është xheneti. Kështu që me këta njerëz mundesh me fol këtë dënjon, këtyre njerëzve, këtë botën me pas mundësi ja qit në dorë si pa përshtypje shumë. Oni do këtë diçka normale. Pse? Sepse ai ka fituar diçka më të madhe. E për ata Abu Bekri po konsultohet lehtë me to. Që se do me thonë ty, dënjoja nuk është që të mashtra, sepse ke fituar diçka të madhe. Çka po ta mërmend aty për Omerin, edhe çto muhabetet që i dëgjon. Pastaj
Mosoj konsulte dhe disa konsulta tjera dhe që e mendon mirë Abu Bekri, e thirr Uthmanin radhiyallahu anhu. Edhe i thot Uthman ibn Affanit, shkruaj një testament që du me lën. Edhe Uthmani fillon me shkru. Thot Abu Bekri, shkruaje, ky është detyrimi i fundit e Abu Bekr ibn Abi Kuhafës. Puna e fundit, shërbimi i fundit e Abu Bekrit në çastin e fundit kësaj dynjaje dhe çastin e parë të botës tjetër. Thonë që ty, gati sa kom dorëzu shpirtin dhe sa kom fillu jetën e ahiretit. Thot çast kë që pa besimtarin këtë çast dëshiron me u bë musliman edhe gjunaçari me u pendu. Thonë është çast shumë i rëndësishëm. Pastaj i thot, unë kam caktu pas meje. Edhe këtu thujnë i bjen të fekt Abu Bekrit. Subhanallah. Mos mundi eron, i bjen të fekt. Edhe Uthmani radhiyallahu anhu, në të vërtet njeri meqë. Në të vërtet kur e nin Abu Bekr, Omer, Uthman, Ali, Talha këta. Pse i ka nejtë rreth e pejgamberit alayhi sallam, sepse Allahu i ka zgjedhur mu kon të meqë, mu të bereqetshëm. Thot Uthmani, kur i ra të fekt, e shkujta Omerin aty. Pa ma thonë Omerin kë. E shkujta Omerin që mos u qoft, ndek për qësojna, let jetë Omeri. Let ju tham njerëzve që Abu Bekri më ka thonë për Omerin. Pastaj Abu Bekri kthjellet. Thot mos e shkujtë dikan. Subhanallah. Dohon agonia e vdekjes, lëdhet e vdekjes, po i bjen të fekt, dertin e ka, çka po bëhet me muslimanët. Thot mos e shkujtë dikan. Thot, o halifja i muslimanëve, e shkujta Omerin vallahi. Se thash me bë mos mu kthjell për çësoj agonie, edhe çësoj të fekte, let jetë Omeri çet. Thot, kjo është mendimi jem për tyje. Thot, vallahi, thot, edhe emnin tanë me pas shkru aty, edhe ti je i den për to. Kështu që edhe si shakon pishman, edhe emnin tanë me shkru. Edhe e shkruan, kjo është ajo që me dekreti me cilin pas meje e la Omerin me qenë udhëheqës i besimtarve. Ndërsa o me të ufiqi ila billah, suksesi edhe mja qëllu punëve, kjo është prej Allahut. Domthon, nëse e kom qëllu, është prej Allahut lartësuar. Pastaj e përmend ajetin ose ya'lamu alladhina zalamu ayya munqalibin yanqalibun, ndërsa ata zullumçarët do ta shohin se çfarë përfundimi do të përfundojnë. Pas kësaj vjen Talha. O kryky ma beqi, Uthmani e shkryti dekretin, edhe Abu Bekri e përfundoi, edhe pse që ashtu i lodhun, herë me të fekt, herë i kthjellun, herë gjysëm i kthjellun. Mirë, që tu du munol me i nxjerrë në dy mësime të mëdha. Mësimi i parë, çfarë derti ka Abu Bekri në momentin më të rënd. Ai vetë po e përmend. Thot, unë jam në një qast që tash, tu e lon dynjon, o të dol në heret, qast thot që pa besimtari, ka qef mu bë musliman, mu pendu, po si pranohet, për arsye se qasti i fundit. Ndërsa gjunaçari ka gjithashtu dëshirë mu pendu. Të më thonë, llogariti, çfarë qasti është delikat edhe i ron, tjerë këtë kanë me pas dertin e vetë, Abu Bekri e ka dertin e umetit këtu. Thonë qasë që, thonë, është momenti i fundit, se se dhe ka qef me thonë, në i farë dhekri, në i farë dojë, në i diçka, ndërsa Abu Bekri po mirët me këtë diçka tjetër. Ajo është se, apo e cakton, udhëheqësin e muslimanu apo ju. Edhe, kanë po e cakton, që është po cakton, në qasë të i fundit. Pastaj, kjo është mësimi i parë. Ku e ka brengën Abu Bekri, çfarë momenti të ranë, edhe ku e ka brengën, që më të vërtet është konë njeri umetit. Ndërsa ku e kanë brengën tjerë njerës. Edhe e dyta, sikur po dënë me thonë Abu Bekri, unë i kom matë llogaritë mia. E kom llogaritë mirë këtë punë, sepse unë me që të punë, është puna e fundit që unë kam e taku Allahun me ta. Kështu që i kom bë matje të mirë edhe llogaritë që mirë kam ndalë te Allahu. Edhe për ata po thotë, është qasti i fundit i dunjos dhe qasti i parë që kam nis ahiretin me ta. Do të thonë, puna e fundit me të cilën do të takoj Allahun e lartësuar, e cila do të më dele para është që e kom lënë Omerin, po thash. Kështu që e kom bë matjen unë. Abu Bekri. Sikur po do të më thonë nëse kum bë këto, hajt më ka teksh aty, e kum posë Abu Bekri, Omerin shok edhe Aran e ku e diçka, edhe kum thonë, jo, këto e kum bënë mirën. E kum bënë mirë se çysh me i dal Allah. Çka kam i thonë Allahut, për ata dhe në momentin më të rënd, po e bëj këtë. Mirë, vjen tash Talha.
Talha vjen te Abu Bekri radhiyallahu anhu, subhanallahu, më të vërtet kur i dëgjon edhe i lexon këto ndodhi dhe këto biseda që i kanë bë, e sheh që këta njerëz me Allah sikur me pas jetuar në një planet tjetër. Këta njerëz kanë pas kur fare zera njëri me tjetrin. Më të vërtet i kanë pas zemrat e qelshta. Gjamit që gjithçka është pa mrena. Edhe çka kanë pas e kanë thonë një tjetrit, po e kanë thonë me edukat, me respekt dhe me dashuri. Vjen Talha edhe i thotë Abu Bekrit, Abu Bekri të dek. Thotë o dhe si muslimanëve, o halife muslimanëve. Më kanë qenë njerëzit për jashtë janë të prit krejt, më kanë qenë me vetë, a është e vërtetë që po e lën Omerin? Tash tani der tjetër. Tonë Abu Bekri po shkon botën tjetër edhe po mduhet më u bë që të mirë që të shërbej muslimanëve, ja vlon një njeri që Abu Bekri është që është më i deni për kohën, edhe pse ka edhe të tjerë, po Abu Bekri Omeri është më i miri edhe më i përshtatshëm, ndërsa ata jashtë e kanë një breng tjetër, çka bëjmë na me Omerin tash. Edhe i thojnë njerëzit për jashtë, po më kanë qumë të pyet tyje, që mos me hi krejt, me të lodh, më kanë thonë se a është e vërtet që e ke lënë Omerin. Thot po. Thot mos harro diçka. Subhanallahu Talha. Ai moment dekës, mos harro thot diçka, se keme taku Allahun e lartëson. Edhe keme u pyet për popullin e Muhamedit alayhis salam, për ubetin e Muhamedit alayhis salam, çka vone. Abu Bekri rat, e kaptës sikleti, thot një më më të qonë, edhe një mujnë të që janë afer edhe qonë të ullë. Thot, të jabë dënë më më tuta, i të dosh më friksonë, jam të dekë, si u bëdë me thonë, jam të dekë, të më shmë më dhonë e fari myti. Të thot, po më friksana, me Allahun, prej Allahut po më friksana, s'ku bëdë thonë, unë i kom bëhë këtu logari. Thot, une, kur të takaj Allahun, do t'i thamë Allahut, o Allahu em, për njerëzit, për umetin tëndë, umetin e fejstane, e lasho dhe hers më të mirin e umetin tënë. Qështu thot jam bogati nga përgjigje tjene. S'kam përgjigje tjetër. Pastaj i thot Talha, radhiyallahu anhu. Talha gjithashtu njeri i xhenetit, për 10 vjet përgëzuar me xhenet. Thot po ti e din Omeri, tu kon ti gjallë çka na ka bë. E di çu është ai. Thot e ti thot tash si e, ajo është vetë kushenol. Pastaj i thot Abu Bekri, ja thot që të fjallë, thot mos harrase, unë kër e kom përdor ashpërsin me dikan, Omeri u të regu i but. Kër e kom përdor butësin, Omeri u të regu i ashpër me ta, kështu që shumë mira i din me mojtë balancin këtu. Heq mëse keni dertë. Edhe vdes Abu Bekri, vjen Omeri, radhiyallahu anhu, o ardahu, o dhersi muslimanve, me konsenzus të gjithë djetarve, të gjithë sahabëve. Në momentin që vdes Abu Bekri edhe morin vesh me dinalit sahabët që ka vdek Abu Bekri edhe e kalon amanet që Omerin me zgjedh mastina, krejt quhen grupe për mja dhonë besën Omerit ti elhisi unë prej sotit. Edhe e vazhdojnë jetën shumë normal. Do më llogarit për pushteti i bortët mrena pak qastësh. Unë sa vdes Abu Bekri min njëherë kalon pushtetit e Omeri për min njëherë gjithë që ka stabilizohet dhe vazhdojnë që shukon normal. Normal Omeri ka mindru do politikat tash, se si ka politikat e veta, pastaj edhe Allah i lartëson në politika, në udhëheqjen e shtetit, në rregullimin e shtetit, i kalon do hapësira që secili udhëheqës me vepru ato që është më të përshtatshme. Dhe Omeri ka mindru do politika. Mirë po, në përgjithësi stabiliteti, qetësia edhe rregulli i shtetit vazhdon edhe pse u ndrru pushteti. Heq s'pe vrembël. Veç që ka vdek Abu Bekri, ka ardhur Omeri ashtu thjesht, jeta vazhdon. Mirë, kush është Omeri? Me fol për Omerin, edhe me fol jetën e tij, e veprat e tij, do të më nisë tash edhe përfundojmë vitin e ardhshëm të njëjtën kohë sa jemi këtu. S'besoj. Mirë, po na nuk jemi të fol për Omerin. Na jemi të fol thjesht pushteti prej Abu Bekrit që ka kaluar te Omeri, shkurtimisht në pikat shkurta me çka u karakterizu pushteti i Omerit radhiyallahu anhu. Omeri është Omer ibn Khattab ibn Naufeli, që është prej Kureshitëve, takohet me pejgamberin alayhi salatu wasalam në gjyshin e 7-8 dikon. Takohen, se Kureshit është edhe Omeri, po kryesorja dikon larg takohen me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pseudonimi i tij është Abu Hafs. Ndërsa një pseudonim tjetër e ka pas El Faruq. Çfarë do të thonë Faruk? Ndarës, ai i cili e ka ndodhur vërtetën për të vërtetës, shumë proces. S'ka pas taj. Valla pak si ma qështu, hajt pak qështu. Drejt, El Faruk.
ka lind në vitin 764. Shka në lidh viti 764? Cëllë vit ka lind pejgamberi alayhi salam, sipas viteve diellore. A e di kush ajo? 751. Se kjo shkon 13 vjet ose 14 vjet më i ri se pejgamberi alayhi salam. Gjithashtu ka pas autoritet, ka qenë njëri me autoritet. Domethënë nuk shkon njëri interesit, nuk shkon njëri që e ka mojt anën ndikujt, ka qenë i drejtë edhe sa ka qenë jo musliman. Bile e përmendin historianët që kur kanë pas mosmarrëveshje kurajshitët mes vete, shpesh e kanë fut Omerin mes vete dhe jev ka da. Ose kurajshitët në një fest tjetër, Omeri qysh jev ka da, atë zënkën që ashtu ju ka mbet. Mirë, pse Omeri me mbet halife? Pse më e udhëheq Omeri, pse jo dikush tjetër? Na e përmendum që Ebu Bekri kur i thotë Uthmanit të vëllë edhe emrin tanë me pas shkruq aty që shkres, unë e di që ti je adekuat dhe i përshtatshëm. Do më prapë nuk më kish prish qefi sepse edhe ti je i den. Mirë po, për momentin Omeri është më i den, edhe më i thirrë. Edhe gjithashtu, një periudhë në cilën kaloi shteti islam kohën e Ebu Bekrit, 2 vjet e 3 muaj, pak si të breshta, Ebu Bekri i butë, duhet dikush me orë pak ma jashpër. Edhe pse me ashpërsi të kontrolluar dhe në vendin e vetë. Ebu Bekri, Omerin radiallahu anhu, cakton për halife për 3 arsye, bazë të asaj që ka mujt me nxjerr. Përveç që është kurajshet, edhe shumica dietarëve thonë që udhëhesi duhet me qenë për kurajshetëve, për fisit kurajsh. Kjo do thonë të kalumën, përderisa do thonë sot më secili vend e ka udhëhesin e vet, por kur ka qenë shteti islam, perëndëria islame ose mbretëria islame ose dinastia islame, atëherë gjithmonë dietarët kanë preferuar që udhëhesi me qenë prej kurajshetëve. Mirë, ministra të tjerë, ndihmës të tjerë s'prish puna më prej kurajshetëve. Pastaj 3 arsyet që jam mundu me nxjerr, arsyeja e parë është për shkak të vlerave dhe virtyteve të larta që i ka pas Omeri, si ka pas dikush tjetër, pas Ebu Bekrit. Mirë, po na jemi të folë tash për një shoqëri që s'ka Ebu Bekër monta. Sepse kur të flasim për Omerin që thash del më i miri, del superiori. Ku është Ebu Bekri? Ebu Bekri ka dekma. Ti shkon gjallë, Omeri kishmet pastaj nën hijen e Ebu Bekrit. Fillimisht Omeri ishte njeri i xhenetit. Do të thonë nuk ka matematika që ja prishin jetën, ja prishin qeverinë ose korruptojnë. S'ka matematika, s'ka kur dikush që mundet me korruptu për arsye se Omeri ka fituar diçka shumë të madhe që krejt botën me dhon se ja për to. E lejmo një pushtet. Plus një pushtet, çfarë ka qenë në atë kohë, do të thonë, mi thon pushtet për ndryshe, u shkon jetë rëndom të fukarallëkët gjithatu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Ebu Bekrin xhenet, Omerin xhenet, Uthmanin xhenet, Aliun xhenet, Talhan xhenet, Abu Ubaidin xhenet, Abdurrahman ibn Aufin xhenet, Sa'd ibn Abi Waqqasin xhenet, Zubairin xhenet, Said ibn Zaid në xhenet. Ai përmend 10. Këta i përmend, do të tukon gjallë taketja këta njerëz xhenetit. Do të çka i bën kjo? Kjo i bën që me Omerin mos ka lënë, do mos mundesh as me korruptu, as mundesh me lodh as tush, sepse ka fitu diçka shumë të madhe. Gjithashtu pejgamberi alayhi sallam përveç që e ka përgëzuar me xhenet, e ka përgëzuar edhe me shejtllëk. Omerin radiallahu anhu. Edhe dihet hadithi e Abu Musa al-Ash'ariut që transmeton Abu Musa al-Ash'ariu që është në Buhari dhe Muslim, thotë në ditë ju luta pejgamberit alayhi sallam mbrapa kur dol prej xhamis, edhe po e shoh ku po hen. Hyni me një kopsh, me një boshqe. Edhe tha unë vendosa me të dera, shkova pejgamberit alayhi sallam i thash a kina i shërbim, i kryta që pat shërbim dhe u ktheva te dera. Dhe thash sot kam e boruje për pejgamberin alayhi sallam. Thotë vjen një njeri kërkon leje me hin kopsht te pejgamberi alayhi sallam. Kush mund të më kon ky njeri? Ebu Bekri, cili s'ka mujt me i kalu pak qaste pa ta. E ka po që sosh xhami, sa ka shtëpia, ku është, e ka gjetë vendin. Edhe ka lyp leje me hite, pejgamberi sallam. Abu Musa al-Ash'ari thotë pa i morr leje pejgamberit, s'u dhon leje kërkujt sot jam ruje. Shkoi thotë pejgamberit alayhis salam, Ebu Bekri po lyp leje. Thotë let hen edhe për gzaje me xhenet. I thotë hen. Edhe po thotë pejgamberi alayhis salam se je xhenet lik. Subhanallah, në sot i thojmë let këtu, dal do si fjalë goje, mirë, po çfarë ndjeni u kon për Ebu Bekrin kur i ka thonë jenë xhenet. Xhenetin për cilën ka luftu vazhdimisht, edhe është lodh edhe është mundu për me fitu. Pastaj thot pas një kohë po kërcet dera prapë. Droget dikush derë, kush më të mukon? Omeri për arsye se Abdullah ibn Abbasi kur i afrohet vdekja me vdek Omeri, i thotë Omer mysh, thotë.
A di thot se sa herë kum një njerëzit të thonë erdh pejgamberi Abu Bekri dhe Omeri. Dul pa pejgamberi Abu Bekri Omeri. Shkon pejgamberi Abu Bekri të thonë gjithmonë një kon bashkë tret. Edhe vjen Omeri thot ti lypi leje pejgamberit alayhis salam atlen aslen. Shko te pejgamberi alayhis salam thot po leje le të hyn për gëzaje me xhenet. Omerin nuk e di këto ja përmend shahidllëkun apo jo, Uthmanit ja përmend, po kryesorja Omer radhiyallahu përveç që është përgëzuar me xhenet, është përgëzuar edhe me shahidllëk. Pastaj pejgamberi alayhis salam e tregon vlerën e Omerit edhe përmes shpalljes, përmes ëndrave. Sa ëndrat e pejgamberit janë shpallje. Thot pejgamberi alayhis salam hyna e posh veten të hyjë në xhenet. Ëndër. Edhe Allahu po ja zbulon disa sekrete të xhenetit, që ka në xhenet brenda. Thot e posh Rumejsen, grunë e Talhas. Talha radhiyallahu anhu, që i folke Abu Bekrit më herët. Tu e posh në xhenet. Unë edhe gratë e sahabëve, mon jo veç burrat, po edhe gratë që kanë qenë të devotshme dhe kanë kryer punë të mira, edhe ato kanë hyrë në xhenet të kanë për zgjallë. Thot e posh grunë e Talhas. Pastaj thot e dëgjova një zhurmë të këmbë dikush hecke. Tu afru për shop Bilali. Tu hajë në xhenet. O këtu sekrete për zbulon Allahu. Pejgamberi alayhis salam thotë çështu ka më kon xheneti, çështu ka më kon Rumejsa, gruaja Talhas, çështu Bilali ka më hec. Thot pastaj tu ec e posh një kështjell të madhe. Edhe më thanë është kështjella e Omerit. Kalova e madhe. Pallati i madh. Thot deshta me hi. Në fund shtëpisë atje thot e nisha dozon të grave, të hyrijave. Thot doshta me hi, po më kujtu xhelozia jote Omer dhe u ktheva. Omer dhe dosh në xhamit. Edhe ja nis me kojt. I thot pejgamberit alayhis salam, "Pite me pas xhelozia i dërguar me Allahut, pse s'hiqe?" On Omerin e ka plun emocionet, se në xhenet e pallate hyria krejt domthon çfarë vendi. Mirë po pejgamberi alayhis salam thotë, "Po më kujtu xhelozia jote, ma mor mendja mua afro të shtëpia." Edhe pse e xhenetit. Që do thotë se Omeri, jo që është shkon xhenet për zgjalli, po ka pas pallate se në që na nuk e di ma kemi tendash atyre. Pastaj arsyeja e dytë është përgatitjet superiore që i kishte Omeri si burr shtetas. Si burr i fuqishëm në vendime edhe shumë i motor që ishte. Prej argumenteve që tregojnë këto është hadithi që e transmeton Hudhaife, thot pejgamberi alayhis salam pasoni dy njerëz mas meje. Kur të vdesone, shkoni mas dy personave, Ebu Bekrin edhe Omerin. Për arsye se Ebu Bekri dhe Omeri nuk ju quajnë dalalet. Ndash le të udhëheqin, ndash le të ju prin namaz, ndash ku do që jenë, shkoni mas tyne. Gjithashtu, thot pejgamberi alayhis salam posh në ëndër se po nxjerrja ujë nga një pos. Pejgamberi alayhis salam vetë të nxjerr ujë. Pastaj thot e mor Ibn Abi Quhafe. Kush është Ibn Abi Quhafe? Ebu Bekri. Ebu Quhafe ka pas baba i vetemre. Ndërsa Ebu Bekr Ibn Abi Quhafe. Thot i nxori një dy kofe, atri, kohë me vështirësi i lëdh. Pastaj thot e mor Omeri. Para se me mor Omeri thot kufja që shke e vogël u bë e madhe. Në ëndër edhe e mor Omeri thot nuk kum pa njeri. Ma trem edhe ma të shka se nëzirë ujë që është shumë edhe pa u leo dhe pa u nalë për i punorit. Pastaj thot nëzirë ujë që shumë sa që njerëzit e kafshet këtë pitën edhe i mushën që ka patën rezervë me veti. Këtë ëndër e kanë komentu sahabët për djetarët që është për qëllim pushteti. Thonë Ebu Bekri 2-3 kofe edhe i lëdh. Do më 2 vjetë edhe pak ka u konë pushtet dhe pushteti i ti nuk u konë fort i fort i bresh për arsye se ka pas problem me të shpallurit pejgambere, ka pas problem me ata që kanë dalë prej fejse, do më thonë e kanë shëshru problemet vazhdimisht. Ndërsa pushteti e Ebu Bekrit e Omerit që do t'vjen tash, shumë i fort, kufja ma e madhe, pushteti ma i madhe, ma stabil, edhe uji i tina, do thonë uji që ka mush Omeri, do thonë në pushteti Omerit do t'ju mërrin krejt njerëzve, madje edhe te kafshët dhe gjallësat e tjera. Pastaj që Omeri ka pas cilësi të burrshtetasit, edhe ka qenë shumë serioz, edhe i denj për me udhëheq, edhe për me marrë vendime.
tregohet, Abu Said Khudriu thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte te shtëpia vet aty, te shtëpia e xhamia, edhe gratë ishin orë tu e pyet pejgamberin alayhi salam. Mirë, po gratë edhe një pyetje, njëna pak më nalt zonin, njëna ashtu dhe kohë një far zhur me u bëj aty te xhamia. Vjen Omeri, ashtu afro të shtëpies. Sa e shohin gratë Omerin, çpa të fillon munimisa. S'ka mos fol kërkosh. Edhe Omer atë lëng ngushtot për kësaj. Thotë oj hasmet e vetës tjuv, armiket e vetës tjuv. Po i marrohi Omerit e s'po i marrohi pejgamberit Allahut. Ton, vala gjithat zhurmë këtë jabon, këtina, edhe syar ke marrë si erdha unë e unalt. Ato i thënë e valla për teje tutmi, pejgamberit Allahut stutemi, dorsa për teje kemi një farë dërruja për ata umel. E tash pejgamberi alayhi salatu wasallam të Omer. Wallahi thot, pashat në dorën të cilit është shpirti jam. Shejtani nuk zatetet me ty, nuk takohet me ty me një udhësh se ka me laku udhën me ik. S'ka. Omeri javë largoj shejtanin edhe gravën këtë rast. Vala të vatë pëtërën, javë largoj. E kështu që ti Omeri largon shejtanin ka të shpesh. Edhe në udhën, nëse jetu e jetës në rrugën ku është shejtani ka me ikaj. Dërsa na do të me ik për udhës shejtanit, a shejtani ka ik për udhës Omerit radhiyallahu anhu. Është interesante përmendim për kuriozitet. Në Medinë, xhamia e pejgamberit alayhi salatu është një derë, quhet dera Omerit. Shiat nuk hin pjesë e derë. Thënë asim Omeri, sepse Omerin e kanë armikun kryesor. E njëri që shkruat thotë Omer, Allahu qoftë i kënaqur me ty edhe për zvdekni po tutën shejtan për ti. Seleme për qoftë. Mirë, pastaj pejgamberi Omer radhiyallahu anhu merr pjesë në të gjitha vendet e rrezikshme, në të gjitha betejat, në të gjitha vendimet e pejgamberit alayhi sallam, Omeri ka qenë pjesë tyne, s'ka mungu kurr. Madje në marrëveshjen e Hudejbis, kur ka dosh pejgamberi alayhi sallam me çun Mekë, edhe me bën rrezik kanë dërguar me Allahu tonë stut në të edin. Edhe sosh që po ta refuzoj ty idenë, edhe propozimin. Mirë, po të edin që unë muj mes kaluatje. Edhe nxehet biseda me abeti edhe po e prishi punën e kamet. Çu e di kanë që është më i butë. Domthon edhe këto e ka kapë Omeri. Që unë shkoj atje mirë, po ka mundësi me prish punë. Edhe pejgamberi alayhi sallam e ka liru, e ka amnistuar kësaj detyri, ka thonë Uthmanit të shkallë. Arsyeja e tretë është se Omer radhiyallahu anhu kishte zgjuarsi dhe shkatësi teksuar më tepër se krejt tjerët, po se Abu Bekrit. Ato që e tregojnë këto është se pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e Buhariut të Muslimit thotë në popull që kanë qenë para nesh ka pas njerëz të inspiruar prej Allahut. Çfarë do të inspiruar prej Allahut? Kur i kanë fol fjalë të mëdha, s'ka më kon pejgamberëve. Jo pejgamber, po s'kan qenë pejgamber ta, po kanë pas fjalë të mëdha. Thotë nëse dikush është në umetin tim, ajo është Omeri. Kanë fjalë të mëdha. Tash e shumë çfarë fjalë të mëdha ka fol Omeri. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë në gjuhën edhe zemrën e Omerit Allah e ka vendosur të vërtetën. Për ata dhe ushtir Faruk. Mon zemra e tij s'ka mujt me lakun pa vërtetën. Edhe gjuha e tij s'ka mujt me thon pa vërtetën. Edhe nuk e shohim dikun që Omer radhiyallahu ka gabu me vendimin e vet ose me fjalën e vet. Janë rastet kur i ka marrë leje pejgamberit alayhi salam për disa gjëra të cilat si ka dhënë leje pejgamberi alayhi salam. Nuk i ka thonë keq e ki, po si ka dhënë leje. Ama për ndryshe në zemrën edhe gjuhën e Omerit Allahu thotë e ka vendosur të vërtetën. E vërteta hes në gjuhën tina dhe në zemrën tina. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë e pash në ëndër që po pija qumsht. Edhe nga një jenë. Pija qumshtët që më rredh ke qumsht i knena. Dhe kur pi shumë, edhe që në shumë përpjetë dhe pinë shumë, më ka rrjedh knena. Pastaj thët, ja dhash Omerit. Të thonë qumshtin që është të pi, pejgamberi sallam, ja ka thonë Omerit, ashtë edhe Omeri ka fillu me pi. Ka thonë sahabët o i dërgu me dhëtë, që ka do me thonë kjo ndër. Thët kjo ndër do me thonë dije. Të thonë dijen, qumshtin që e kumë pijone, qumshtin është që të rëgën produkt natural, i natyrshëm, si do më është qumshtin që pijet, pe kafshën që pijet. E tash, në ndër, pimja e qumshtit të kafshëve që lejohet me hongër mishi tyne, në kupton se je në natyrshmëri, je në rrugën e drejtë, je duke marrë dietë dobishme çu dush. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të kumpi shumë, domthon shpallja. Tash thot mos i kumpi unë ja kum dhënë Omerit, domthon inspirimin edhe ato shpallje që më ka marrë mua,
ko gjemiri interpretohen edhe për kthehen te Omeri radhiyallahu që që është dije. Pastaj Abdullah ibn Mesudi thot sikur dija e Omerit të vijej në njërin anë dhe dija e njerëzve në anën tjetër, kish me peshu dija e Omerit radhiyallahu anhu. Kish me shumë të ketë me dije. Normal se kemi Abu Bekrin këtu, po dijet. Pastaj gjithashtu Abdullah ibn Mesudi thot kur ka vdek Omeri, thot 90% e dijes hecën. 90% me thonë me shifra bashkëkohore sot, 90% e dijes deq. Don çështu e kanë llogarit sahabët për ka dija, për ka mençuria dhe pretësia. Megjithatë, edhe gjitha çdo që i ka Omeri ka diçka më tepër. Çka ka Omeri diçka më tepër? Thot Omeri radhiyallahu anhu, Allahu zbriti dispozita sipas Allahu ka zbrit dispozita sipas propozimit të Omerit, mirë po Omeri për shkak të edukatës që ka pas me Allahun, nuk ka thonë që Allahu ma ka meratu mendimin tem, se njëherë ka thonë mendimin Omeri, pastaj ka zbrit ajet që e ka meratu Omeri në dellon, mirë po Omeri për shkak të edukatës nuk ka thonë se Allahu ma ka meratu mendimin tem. Thot po, mendimi jam është përputh me shpalljen në 3 raste. Në 3 raste ka zbrit shpallja që ka thonë se mendimi Omerit është në rregull, që i vjen se shpallja e ka meratu mendimin e Omerit. Mirë po Omeri dhe për shkak të edukatës, unë e kam meratu. Unë e kam përputhje me shpalljen. Kjo është edukata me Allahun edhe me shpalljen e Allahut. Cilat janë këto 3 raste? E para është me kaum e Ibrahim. Kur është qiru qabja, ku mu fal, ku me doli imami? S'ka pas diçka, edhe ka dol ku ka mujt imami. Edhe Omeri thotoi dur Allahut, sikur ta bëjë me kaumin Ibrahim vend imamit, ku del imami falet. Allahu zbriti ajetin wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Me kaumin e Ibrahimit banë vend për mu fal imamit. Kjo mos e propozoi Omeri. Pastaj rasti i dytë, ajeti mbulesës. Omeri po thot ka ajet mbulesës. O që thot kur ka zbrit ajeti mbulesës. Pastaj sahabët thonë ka zbrit para hijabit, mas hijabit. Ndërsa del dikush cili pretendon që është musliman dhe ka islam, thot nuk është shamia, hijabi nuk është obligim. S'ka ajete që flasin për hijabin. Omeri radhiyallahu anhu po thot ka, Aisha po thot ka, pejgamberi alayhis salam po thot ka, Allahu po thot ka, ai po thot s'ka ose ajo po thot s'ka, kanë më ngutë shit. E dyta thot sa nuk është kanë obligim hijabi, më mbulu gratë, Omeri ka thënë dërgoi Allahut, në shtëpinë tonë vjen gjithkush. Vjen besniku, vjen edhe ai që s'është besnik. Vjen i moralshmi, vjen i pamoralshmi. Me hinka të shtëpia jote, edhe me i po gratë e pejgamberit, domethënë, që janë të veshën, sikur ta kishin marrë gratë në perdë dhe të ishin melu. Pastaj zbret ajeti i hijabit. Thuju grave tuaja, thuju grave të muslimanëve që le të mbulohen. Rasti i tretë, që në Buhari dhe Muslim është, domethënë ky hadith, në kur gratë e pejgamberit alayhis salam kanë filluar me shfaq xhelozi pak. Dhe njëra tjetrës, edhe sikur kanë filluar ka pak me bezdis pejgamberin alayhis salam. Edhe kanë një Omeri radhiyallahu. Omeri kur kanë diç kanë familjet e pejgamberit alayhis salam, sonë bora aty sa ka shkuar me marrë vesh kaukaziet. Kur shkon atje, e sheh që gratë kështu, domethënë po veprojnë, ai zakonisht është marrë me vajzën e vet, domethënë me Hafsën, që është gruaja e pejgamberit. Kur i ka bërtit asaj u di që i vërtet kredi. Mirë po, i ka bërtit vajzës vet. Thot, a nuk e dini jo që mundet, ndoshta pejgamberi Allahut ju lëshon juve, ju shkurzon, edhe Allahu e marton me do gra që janë më të mira se ju, më të devotshme se ju. Allah e zbret ajetin. A nuk keni frikë se ndoshta nëse ju shkurzon pejgamberi, ndoshta Allahu e marton ato, edhe ja sjell do gra që janë më të devotshme se ju. Pikërisht qysh vërejtën që ka dhënë Omeri. Mirë, këtu janë 3 raste, por ndyshe ka edhe raste tjera që Omeri radhiyallahu anhu e ka dhoni propozim, e ka dhoni mendim, Allahu ja ka miratu. E që ka dhe tjera, sikur së është ajeti alkoolit. Më thënë, kur nuk është kanë ndaluar alkooli dhe sahabët e ka piti kush për sahabëve, pastaj masë që është dej, kanë batu sjellit e pahishme, deri sa në ditë, Omeri ka thënë, o Allah, po të lutem qartësaj e që të punë, preje. Zbrite, nëse kemi jetë me zbrit, diçka zbrite dhe ka zbrit ajeti alkoolit që ndalën alkoolin. Gjithashtu, edhe mos mja fol namazin munafikëve. Pejgamberi sa më ka fol Abdullah ibn Abi Salulit. Më krye munafikut. Mir po Omeri ka dalë në udhë dërgom Allah mos ja fal. O dërgom Allah ç'pja fal ti namazin, s'bëm ja fal, mos ja fal.
Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wasallam si ka pushu zemra asti për të namaz. Por derisa se ka ndalu Allahu e ka thonë. Pastaj zbret ajeti kuranor wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Kur mos ia fal namazin kush vdes pe munafik. Kush e ka dhënë këtë mendim i parë? Omeri. Ndërsa Allahu ja ka meratu. Ka dhe raste tjera, sa që Ibn Ajeri thot i kom mbledh rastet që është miratu propozimi i Omerit prej Allahut lartësuar ose me shpallje, edhe kom arrit deri në 15 raste. Që nuk i përmend ai cilat janë, po që në 5-6 i përmendom kështu. Mirë, çka thënë të tjerët për Omerin? Të tjerët për Omerin thot Ebu Bekri, nuk ka njeri në faqet tokës që e du ma shumë sa Omerin. Kjo masi ka vdek i dashur i vetë pejgamberi alayhi salatu. Për ndryshe masanetet s'ka njeri që e du ma shumë. Pastaj llogaritin Abu Bekri me ta dhënë dashnin, da unë që të fu. Ali radhiyallahu anhu thot, kur përmenden njerëzit e devotshëm, përmend edhe Omerin. Sepse na e konsideronim shumë të ngritur frymëzimin që i ka dhënë Allahu edhe që ka fol në përputhje me shpallin. Hasan al-Basriu thot Omer radhiyallahu anhu i kishte 12 harna në teshen e vet. Kryetar shteti, udhëhes i muslimanëve. Orë ka plotë me parë. 12 harna në teshen e vet. Një disa prej lëkurë bile. Akrejna thot ishte prisi i muslimanëve. Abdullah ibn Isa gjitha këta bën këta që kanë mërri Omerin edhe po i përshkruan. Abdullah ibn Isa thot në fytyrën e Omerit janë kon 2 vija të zeza i ka pasur. Të syt i ka pas 2 vija të zeza, thot ja kanë bërë lëtë shumë. Të i rollet këto vazhdimisht, edhe lëkurën pak më të vroktarapta dhe ju kanë bërë vija të zeza. Çaj Omeri që llogarisëm na veç të bërtit, e veç të imbrol shumë, e të ju fol njerëzve të i kërcnu. Absolutisht s'është e vërtetë, sepse Omeri ju ka kërcnu atij që ka pas nevojë me kërcnu, edhe i ka bërtit atij që ka pas nevojë me bërtit, i ka fol ashpër atij që ka pas nevojë me fol ashpër, për ndryshe Omeri i ka vënë 2 vija të zeza ashtu të koq. Për frikës ndaj Allahut të lartësuar. Gjithashtu Omeri luktej shumë. Thot Hisham ibn Hasan edhe këtë bën. Thot Omeri vazhdimisht kur kalonte pranë një ajeti e që e prekte Omerin, çonte të shumë, e myste vaj. Edhe binte për tokë. Shkonte te shtëpia, njerëzit që ishin me pa se u smu Omeri, tu llogarit që është i smut, ndërsa ai thot këto e ka pas prej ajetit, për përjetimit të ajetit që e ka pas. A njerëzit kanë shku me pa me vizituse, o smu Omer edhe, shpesh e ka bo doon, o Allah mund sama me vdek shahid. Më të vërtet, ai që është i lidh me Allahun, seriosisht. Kanë heri i ka do parashikime, i ka do llogari, njerin normal e habisi. Ku mërt me mri këto, ku mërt me arrit këto. Ajo është i sinqert me Allahun, kam rrit deri gjatë shkollës sinqeritetin, saqë ajo është i bindur që kam ndon. Edhe Omer radhiyallahu anhu, o Allah, mund sama me dek shahid me dinën e pejgamberit. Qysh ka mundësin me dinën e pejgamberit që sprite i mo kërkush me sulmu me dinën. Pastaj udhëhesi muslimanëve, qysh shahid, kush e vret shahid, udhëhesin e muslimanëve të kon me dinë. Subhanallah, me dinë Allahu ja çon shahid lakun. Edhe vdes shahid. Që vritet domethënë prej Abu Lulu al-Majusi, që ka qenë zjarpotist persian, një shërbëtor i Mughira ibn Shu'ba dhe e ka thirrur Omerin radhiyallahu anhu, e kanë paguar, domethënë çarçet e caktuara, e kanë paguar që me vra Omerin radhiyallahu anhu. Mirë, po prapë po tham, njeri që është i lidhur me Allahun, ai vëllai tjera parametra ka. Ai jeton tjetër dimensione, jo në dimensionet tona. Valla nuk e kam që tonë s'muj me mri. Pa du të me pas, du të me plotësu që të kushtën e për me bë këto. Ja, ai Allah ka tjera llogaria tjera hesape. Kush kish me menu që me vdek shahid Omeri udhëhesi muslimanëve në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pas Omerit, edhe Allah ja ka qenë. Disa për thonjeve që janë të njohura, Omeri ka shumë thonje, veç thonjet e Omerit ka nevojë me ligjëratë të gjata me fol, mirë po disa thonje që janë shumë interesante, që janë të mëshme gati sikur më kanë fjalë pejgamberëve. Është e njohur fjala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, llogarit në veten e ju para se mu llogarit. Omeri këto e ka bërë për vetin herë, e ka llogarit veten çdo natë, pastaj edhe na ka thonë neve llogarit në veten, o musliman, llogarit në veten para se me ju llogarit Allahun ditën e gjykimit. Gjithashtu
Prej fjalëve të tij është thotë mos ja shikoni njerit vetëm agjërimin edhe namazin. Subhanallahu, sikur po na fol nevës. Omerat. Mos e këshoni veç afalet edhe agjërani, kjo është me Allahun. Thotë po, e shikoni kur flet, a e flet të vërtetën. Edhe a e kryen amanetin. Kur i besohet dhe tregohet i devotshëm, kur i besohet, tregohet i devotshëm, domthonë e kryen amanetin kur i besohet edhe tregohet i devotshëm kur ka mundësi me bëjë. Këshire e kuqt, se këshire është namosin. Po folet, mashallah, po agjeron, mashallah, në haqë, kështu mirë. Ani këtu janë me Allahun. Këshire që ka raportet, knejna me njerëzit. Pastaj është gjithashtu një fjallë tjetër, që më ka bë përshtypje shumë, thot, kur ta shehni dietarin, ju hoxhën, ju haxhien, ju mezinin, dietarin, kur ta shehni që e do të dyjon, është i dhënë mos dyjon shumë. Thot dyshonin fetarin e ti. Mos ja besoni shumë fetarin, as tatine, po edhe fetarin e ju mos ja besoni ati. Sepse çdo njeri zhytet në ato që e dën. E do dyjon shumë u zhyt në to. Dietar. Omeri kështu po na mëson, radiyallahu anhu. Pastaj thot, për fjalë thot, nëse dikush thret pe qiellit, edhe thot o njerëz, të gjithë kini me hinë gjenet pos njënit të vallahi me nej që qaj jam une motën për eshtu. Ndërsa thotë nëse në thotë dikush në thirës për qiellit, të gjithë të keni me hinë zjanë gjenet pos njënit të prap shpresoj më koron e qaj mas po përshë të dhëne por Afrika që mas po mes gjenet po dhe i dyta shprejsa se do të pështaj. Mirë. Tash Omeri radhiyallahu anhu, çto shkurtimisht vlerat e tij, edhe pse për me fol për vlerat e Omerit, tham që do të më zot shumë. Mirë, po tash i erdhi rani Omerit, i erdhi dekreti që Abu Bekri të kalon testament. Tash dietarët thonë se a e ka caktuar Abu Bekri Omerin apo veç e ka propozuar. Ka interpretime këtu. Disa dietarë thonë që vetëm e ka propozuar, domthonë unë pjavlo Omerin kështu. Edhe muslimanët unanimisht e kanë pranuar propozimin e Abu Bekrit edhe ja kanë dhënë besën. Se thonë sikur të kishte caktuar Abu Bekri, që ton po ja vlon, ish dosh tukon gjallë Abu Bekri, më ia dhon besën Omerit. Mirë, po besën Omerit ja kanë dhënë mos i ka vdekur Abu Bekri, apo i tuaj me Omerin për udhëhesh, po hajde. Mo thjesht letra e Abu Bekrit mbetet si propozim vesh. Ky është një interpretim. Në interpretim tjetër thonë se Abu Bekri ka caktuar edhe i lejohet udhëhesit, i cili është i denj, është udhëhes i mirë dhe i drejtë, edhe nëse e gjon personin e duhur adekuat me lon mbrapa, jo familjarin, po me lon dikan mbrapa, atëherë se këto nuk ka problem. Edhe Omeri tash e qeli sabohi udhëhes i muslimanëve. Tash më nuk pithyn halife. Sepse Abu Bekri halife zavensi pejgamberit. E Omerit ju zgat tash emri halifja i halifës pejgamberit. Zavensit pejgamberit e heqën këtë emërtim, fillun me emërtu Emirul Mu'minin, imam i muslimanëve. Ose emiri i muslimanëve. Tash Omeri hypin minber, po do me mojt hutbën, po do me mojt fjalimin, mi shpalos politikat e veta. Sa hypin minberi pejgamberit alayhis salam i ka pas 3 shkolla. Abu Bekri kur ka mojt hutbë, ka mojt në dytën, jo në tretën ku kon pejgamberi alayhis salam. Tash Omeri hyp. Kur i afrohet dytës shkallë të Abu Bekrit nalet. Edhe thot nuk dulmën po Allahu të çke shkallë, edhe une me pas mendimin se meritoj me shku në shkallën e Abu Bekrit. Subhanallah. O më të vërtet njerëz interesant. Sot shumica udhëhesa edhe të muslimanët. Nëse vjen thot kur gjosi shbo më herë, sa parregullësitë, sa senet i kom gjetur atë. Ja, ish mikon në të shku, këtë falimentim shteti, ishkon të shku, për ufla. Ndërsa Omeri thot, une, mos të mshe Allahu muhe, që une për jep zërë më ullë në shkallën e Abu Bekrit, se s'jam unë Abu Bekrit, s'jam të shkallë e Abu Bekrit. Edhe janë nisë për shkallës të parë, e mon fjalimet dhe i mon hëdbët. Tani kur vjen Uthmani radhiyallahu e kthen prapë në shkallën e tretë. Hëdbën, po kryesore do mon çështo shkan fillim. Edhe fillon Omeri radhiyallahu duke i marrë fjalimin e vet, zbret në shkallë më poshtë, do mon shkallën e parë dhe thot e falenderojnë Allahun edhe e madhron ato, pastaj thot fillon një herë me këshillu. Thot o njerëz, lexoni Kur'anin, mësoni ato, punoni me to, ndoshje më kon njerëz të Kur'anit. Pastaj thot wazinu anfusakum qabla an tuzanu, matni vetat e ju, matni peshoni vetën edhe veprat e ju para se më u peshu,
zbukuroni edhe përgatituni për llogarinë e ditës së gjykimit, e cila është dita më e madhe në të cilën shfaqen sekretet dhe dalin të nga punë të njerëzve. Pastaj fjalimi është i gjatë, se duket se pjesë është përmend. Pastaj thot: o Allah, unë jam i ashpër, i vrasht, zbuto, jam i dopt, forcon, jam të maqar, banum pak ma gjymert, banum pak ma fisnik, edhe pse çfarë të maqarllëku ka pasur mirë të mirë, po thjesht po janë kohë të Allah të lartë, Allah unë e paty s'muj me po. Unë ashpërsinë që e kam muj me keq përdor dikun, nëse s'm një mend ti. Dobësinë që e kam gjithashtu. Po ta maqarllëku do, nëse nuk i përdori me vend, atë mundet që më qenë zullumçar, kështu që ndihmon. Gjithashtu për pjesë fjalimit është, thot: o ju njerëz, Allahu më ka sprovu me juve me mua. Do unë sprove juve, jo sprove jam. Unë kam u marrë me juve, që tash, po dhe u keni mu marrë me mua. Kështu që pastaj, gjithashtu pjesë e fjalimit, thot: une jam kujdestar i muslimanëve që tash. E konsideroj veten sikur se krye familjar, kujdestar i muslimanëve. Edhe nuk kam me ndodh dikush me vone i padresina i pazullon, pa ja qitë kryt për tokë edhe kamën me ja qitë si foqen tjetër. Deri sa t'ja marrë hakun, deri sa t'ja nxerri hakun, ndërsa nuk ndodh dikush me mu tregu i but, vetëm se ka me qenë ndims, ose i dopt, vetëm se ka me qenë ndims i tina. Gjithashtu, thotojë njerëz, unë i kam do obligime ndaj juve që pja u përmendi që tashtë, që kam obligime ndaj juve. E para, thot: nuk kam e marrë prej pasunisë juve, as tokës as kam e qitë, pa drejtësisht. Shtirano të që kujtë s'kam e marrë një cent pa hak dhe pa drejtë. Pastaj thot: pare që vjen të une, thesor shtetit, nuk kam e dalë vetëm se me hak, s'kam e shku gjithë kënë. Kjo është obligimi i dytë. Pastaj thot: kam u mundu me i shtu të arnat, edhe mi u bo mua pasanik. Unë që të pasuni që nga vjenë, unë kam e dhëllë juve. Edhe kam mundu që me shtu pasurin edhe me rrit thesarin e shtetit. Gjithashtu, thot: nuk kam ju shtin rrugë të gabume, as nuk kam ju shtin rrugë të rrezikshme. As kam javë rreziku fejnë, ju fetarin, as familjen, as ndel, as kushtë. Une jam ai që kam e koni pari i cili i ndali edhe i pengoj rrugët e rrezikshme që mund me rreziku juve. Nëse ju që i largë dhe konë ushtar, unë kam e qenë kujdestar i familjes që deri që të kthejnë, kam mundu me rregullu sistemin që mos me qëndru gjatë në për istikame, në për vendet luftës, po mundru ma shpesh. Edhe thot: keni frikë Allahut, ndihmoni kundër vetës t'juve, duke mrujt mua. Duke mos ba, pa drejsin ndihmonu, ndërsa ndihmonu mua duke më urdhru për të mirë, edhe duke më dalu nga e keqja me këshilla të sinqerta. Aqulu qawli hadha, në fund thot: kjo është ajo që do shta me thonë, edhe kërkoj falje për Allahut. Gjithashtu thot shembulli i arabëve, e bjen ta shembulli jo thot është sikur se shembulli i arabëve, do beduenve, të cilët e kanë atë devën e cila e dëgjon. Ka të tërhek devën, e dëgjon, e unë thot: jam qaj që mundojna ju tërhek mirë, nuk kam ju tërhek vetëm se në rrugë të sigurta, në rrugë të drejta, për deri sa të mundëm, edhe kam mundu më jurujt nga lejthitja dhe devimi. Edhe me këta e përfëndon Omeri radiallahu flalimin e tij, i shpalos politikat e tij në mënyrë të shkurtër, edhe me njëherë fillon me vendime, edhe fillon me izbatu këto politika. E vendimin e parë të cilin e merr është shumë interesant. Ja dërgon Khalid ibn Velidit, që është udhëheqës si forca ushtarake në Sham atje, ja dërgon lajmin që ka vdekur Abu Bekri dhe jam unë halife, edhe gjithashtu të shkom shkarku prej komandantit suprem të forcave të armatosura, dhe në vend tonin duhet me ardh Abu Ubejde radiallahu anhuma. Pse ka pru këtë vendim Omeri radiallahu anhu, për çka? Do të shohim dersin e ardhshëm me lejen e Allahut. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.